sipas Institutit Auditorëve të Brendshëm Global, sepse në përkufizimin e auditimit brendshëm do t'i shohim gjithë themi elementet që ne do t'i trajtojmë në këtë kapitull. Duke filluar nga qeverisja, nga kontrolli i brendshëm dhe menaxhimi i rrezikut. Prandaj do ta fillojmë me përkufizimin sepse i përmban gjitha këta elemente dhe normal ne gjatë certifikimit si auditues shohim që auditimi do të shohim që auditimi i brendshëm vlerëson apo dhe përmirëson efektivitetin e këtyre tre proceseve kryesore në një organizatë. Çfarë themi? Çfarë është auditimi i brendshëm? Thamë që është një aktivitet siguri dhënie, këtu do ta bëjmë një përsëritje për ju që vetë kemi kaluar modulin apo po-3. Që auditimi i brendshëm është një aktivitet siguri dhënie dhe këshillëdhënie, që duhet të jetë i pavarur, në them gjithmonë duhet të jetë i pavarur dhe objektiv, i hartuar për të shtuar vlerë dhe përmirësuar operacionet e organizatës dhe që i ndihmon organizatës që të përmbush objektivat e saj me një qasje sistematike apo disiplinuar për gjatë vlerësimit të tre proceseve kryesore në një organizatë, siç ishte thënë, menaxhimi i rrezikut, kontrolli dhe qeverisja. Dhe prandaj gjatë paraqitjes së strukturës së këtij moduli, ne thamë që do të diskutojmë pikërisht këta tema. Faktikisht qeverisjen dhe pjesën e kontrollit brendshëm dhe menaxhimin e rrezikut, me theks menaxhimin e rrezikut të mashtrimeve. Apo dhe prandaj e filloi modulin me pjesën e përkufizimit të auditimit brendshëm. Kompani prodhon tre produkte, A, B dhe C. Çmimi i shitjes, materialet direkte dhe shuma e orëve të punës direkte për produkt janë dhënë si më poshtë. Te produkti i A, çmimi i shitjes është $20. Te produkti B është $16, te produkti C, çmimi i shitjes është $30. Apo dhe ne do të kishim interes, si thoni, mbas kësaj pamje do të kishim interes cilin produkt të shesim më shumë. Produktin C. Pse? Pse ka çmim më të lartë shitjes. Po kjo nuk është e vërtetë. Do t'i shohim edhe sa na kushtojnë, apo materialet direkte, orët që paraqiten. Dhe prandaj me këtë analizë ne çfarë bëjmë? Shohim se cilin produkt e kemi, domethënë, më të levërdishëm që ta shesim, apo dhe ku i kemi kufizimet, a mund t'i prodhojmë këto produkte krejt apo njërin produkt e kështu me radhë. Dhe këtu kemi paraqitur normal. Në praktik mund të ketë edhe shumë aspekte tjera që do të merrem parasysh. Por që ta kuptojmë më lehtë, kemi të futur materiale direkte që për produktin A janë $16, 16, produktin B 6 dhe për produktin C i kemi 15. Orët e punës direkte që shpenzohen për prodhimin e produktit A kemi 2 orë, produktit B 4 dhe produktit C 10 orë. Por në rast se nuk ka, do duhet të bëjnë një analizë të tillë dhe të fokusohet më shumë në prodhimin e produktit B. Me që ka shitje, për gjithë produktet ka shitje, por duhet të analizoj dhe jo të humb resurset e saj duke prodhuar produktin C dhe të shet produktin C, kur produkti C është më pak i levërdishëm, të themi, apo sjell më pak fitim për organizatën. Prandaj përmes kësaj teorie të kufizimeve, domethënë, bëhet një analizë dhe vendoset se cilin produkt organizata të prodhojë. Tham, një prej faktorëve që janë analizuar ose atraktiviteti i tregut dhe forca e pozicionit konkurrues. Kemi forca e biznesit dobët, e mesme dhe e fortë, atraktiviteti i industrisë kemi i lartë, i mesëm, i ulët. Apo? Dhe duhet analizuar ku gjendet organizata. Nëse ka forcë biznesit dobët, mirëpo operon në një industri me atraktivitet të lartë, apo ndrojmë dhe rifokusohemi e kështu me radhë. Ndërton në mënyrë selektive, menaxhon të ardhurat, apo. Por nëse kemi forcë biznesit dobët, atraktiviteti i industrisë ku operojmë ose sektorit ku operojmë është shumë i ulët. Çka është më mirë? Më mirë është të tërhiqemi, apo? Mos qëndro në këtë
treg, sepse atraktiviteti i lartë. Mirë, por nëse kemi forcë biznesit të lartë, apo fort, dhe atraktiviteti ku operon organizata ose biznesi është i lartë, atëherë duhet të mundohemi që të mbrojmë pozitën, që të mbajmë pozitën përkatëse.